Sot për ne nuk ishte një ditë e lehtë, pasi që I pam edhe videot e fundit të jetesës së motrës sonë. Pra ajo se çfarë pam në video sot ishte që 3 të akuzuarit e kanë planifikuar mirë, pasi që e gjithë ngjarja ka ndodhur vetëm për 7 minuta. Pra nuk ishte një vrasje e jo planifikuar, por ishte e planifikuar mirë nga të 3 të akuzuarit. Ajo se çfarë pam sot në këtë pamje, e qartësojnë mirë se Naimi së bashku me kushtrimin janë organizatorët kryesorë të vrasjes, ndërsa vrasësi I motrës sonë është Granit Plava. Ne e falenderojmë gjykatën për punën që po e bën. Ajo se çfarë na brengosi sot ishte mos lejimi I elaborimit të provave nga ana jonë. Pra, kjo është elaborimi I provave për ne është jetësore, sepse e qartëson edhe më mirë rolin kyç të Kushtrim Kokallës, bashkëpunimin së bashku me Naimin dhe rrugtimin e tyre. Pra ne do të kërkojmë apet nga gjykata që t'i elaborojnë provat, sepse është e drejtë jetike. Mendoj që me ato provat e cilat ne I kemi dhe që mendojmë që duhet të dalin, qartësohet edhe më mirë grupi I tyre I organizuar në mënyrë profesionale për vrasjen e motrës sonë.